Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin të shtatë. Në komunën që udhëheq, po e cenon vetë rendin dhe qetësinë. Madje sot kryetari i Mitrovicës së Veriut Milan Radojević bashkë me 19 persona të tjerë në pamundësi për të larguar, filloi ngjyrosin e obeliskut në të cilin shkruante "E dua Mitrovicën". Për këtë u arrestua për të u liruar më pas në procedurë të rregullt. Sikur para 2 ditëve, sërish doli në rrugë për të shkaktuar probleme. Kësaj radhe, kreu i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, filloi ta ngjyrosë obeliskun "E dua Mitrovicën". Kjo pasi zyrtarët policor nuk e lejuan ta largojë obeliskun deri në një vendim nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Mirë po i menjëhershëm ishte reagimi i policisë së Kosovës, të cilët e ndaluan dhe arrestuan atë dhe kryetarin në konventit të kësaj komune Ivan Zaporosac, të cilët ishin të shoqëruar me rreth 20 persona. Edhe përkundër kërkesës dhe urdhrit që të ndalohet dëmtimi, ngjyrosja e objektit publik, të njëjtit kanë filluar ta ngjyrosin atë, me që rast është dashur intervenimi i zyrtarëve policor, të cilët kanë shoqëruar 2 personat në stacion policor. Sipas procedurave të parapara, të njëjtëve ju shqiptuar kundërvajtje për vandalizëm. Teksa këta po intervistoheshin nga organet, disa serb filluan të mblidheshin para stacionit policor. E pas u liruan për të vazhduar me procedurat e mëtutjeshme, Radojević akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti për përdorim të policisë. Fatkeqësisht po e shihni se regjimi i Kurtit po e përdor policinë për të mbrojtur vendime të palegjshme, për të mbrojtur objekte të palegjshme, siç ndodhi para disa ditësh me vendosjen e tabelave që janë në kundërshtim të plot me ligjet dhe vendimet e asamblesë lokale. Po ashtu edhe kësaj radhe ku veç qeverisja lokale merr vendime, por niveli qendror i mbron ato përmes shkopenjeve, çizmeve dhe policisë. Njohësi çështjeve të sigurisë në veriu në vendit, Arben Dashevci, e lidh këtë ngjarje me situatën parazgjedhore duke e quajtur politike. Që mund të cenoj diçka sigurinë publike në këtë pjesë në matan lumit Ibër. Dihet fare mirë se tash ndodhemi para zgjedhjeve, dihet fare mirë se po tentohet të krijohet ndonjë situatë për eksponentëve, domethënë ndryshëm në këtë rast ata që kanë qasje destruktive, por po e shihni nderuar dhe profesionalizmin e policisë së Republikës Kosovës, ku reagohet konform domethënë ligjit dhe detyrave që i kanë në operativ. Pas lirimit të tyre, policia e Kosovës po vjonte ta ruante obeliskun, i cili u tentua të largohej e ngjyrosej. Derisa në Mitrovicë kanë filluar punimet për ndërtimin e urës së tretë mbi Ibër. Kështu ka njoftuar kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili tha se projekti synon të lehtësojë lirinë e lëvizjes dhe të rrezë qarkullimin mes qytetarëve. Ai theksoi se përveç ndërtimit të urës, do të realizohet edhe rivitalizimi i zonës përreth në kuadër të projektit zhvillimor për lumin Ibër. E ushtruesja e detyrës së shefës së shtetit Albulena Haxhiu sot qëndroi në Mal të Zi. Këtë rrugë e mori për shkak të samitit të liderëve të Bashkimit Evropian që u mbajt, ku para mediave kërkoi trajtim të barabartë në rrugën drejt integrimit evropian. Për këtë kanë një plan Gjermania dhe Franca. Si përfaqësues e Republikës së Kosovës arriti në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Para takimit në Tival të Malit të Zi, UD presidenti Albulena Haxhiu deklaron se Kosova meriton trajtim të barabartë. Kosova deserves the questionnaire. Kosova meriton një pyetësor, statusin e kandidatit dhe hapjen e negociatave. Integrimi evropian nuk është vetëm një proces teknik, por do të thotë prosperitet, paqe, demokraci dhe dinjitet për Evropën dhe qytetarët tanë. Ndërkaq përfaqësuesi i Shqipërisë atje ishte kryeministri Edi Rama, që po ashtu kërkoi antarësim të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Nëse Bashkimi Evropian dëshiron të dërgojë një mesazh të fortë botës, duhet të thotë po. Po, ashtu siç do të jemi mbledhur në një troje sot, ashtu do të jemi gjithmonë. Derisa Gjermania dhe Franca kanë paraqitur një të ashtu quajtur non-paper, përmes të cilit propozojnë integrim gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë në programet dhe politikat e Bashkimit Evropian. E në nisje të samitit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tregoi se çka do të diskutojnë së bashku. Do të shqyrtojmë mënyra për t'i afruar ekonomitë tona dhe njerëzit tanë përmes planit të rritjes dhe do të diskutojmë se si procesi i zgjerimit të bëhet më i shpejtë, më i dukshëm dhe më strategjik.
Pas përfundimit të sesionit, të gjithë liderët realizuan një fotografi të përbashkët dhe vazhduan në drekën e punës. E para ambasadës së Shkupit në Kosovë, sot është mbajtur një protestë e organizuar nga studentët e Universitetit të Prishtinës. Këta në krah ju dolën kolegëve nga Maqedonia e Veriut për mbajtjen e provimit në gjuhën shqipe. Flamuri i UÇK-s nuk mungon. Bashkë me të e shumë pankarta të tjera dolën para ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Prishtinë. Këta student përmes kësaj proteste pasore po solidarizohen me kolegët shqiptar nga shteti fqenj. Këtyre të fundit nuk po u lejohet mbajtja e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në vitin 2026 ende po vjet në diskutim nënshtrimi e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Unë konsideroj që dhe ne si student konsiderojmë që studentët kanë të drejtin në nështruan provimit në gjuhën që ata njohin më mirë. Përmes protestës kanë synim mbrojtjen e gjuhës shqipe. Jeme këto dhe jo rastësisht sot, unë kam me vete flamurin e ushtrisë qërimtare të Kosovës për me tregu qartë dhe mjaft mirë. Flamurin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës që ta dërgojmë në vend amanetin e tyre që kanë mbrojt trojet shqiptare. Me këtë ata thonë se nuk po kundërshtojnë shtetin, por politikat. Jemi mbledhur sot këtu, jo për të kundërshtuar një shtet, një popull apo një komunitet, po për të mbështetur një parem themelor të çdo shoqërie demokratike, të drejtën për trajtim të barabartë dhe respektimin e të drejtave gjuhësore. Sudan nuk është, por Shaban Qori erdhi nga Kaçaniku për t'i mbështetur ata në organizimin solidarizues. Po joni është shteti Kosovës duhet me i përkrau ata djemë, se aja gjuha shqipe, ato njerëz janë të lijem atje edhe të vdesin atje, e na duhet me i përkrau, edhe shteti, Roma me tonë qeverin e vetë edhe këto tuën që e kimi thonë qeveri, pak po bojnë për shqiptarë tuën, adje po edhe për Kosovën. Protesta masive u mbajtën nga studentët shqiptarë edhe në Maqedoninë e Veriut. Për zgjedhjet e parakohshme të cilat do të mbahen të dielën, tashmë është gati gjithçka. Pajisjet përfshirë kamerat në vendvotime tashmë janë shpërndarë nëpër Kosovë, derisa janë pranuar edhe materialet e votimit jashtë vendit, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në gjendje të rregullt. Gjithçka duhet të jetë gati në ora 7 të mëngjesit të dielën. Mbi 1.900.000 qytetarë me të drejtë vote brenda territorit të Republikës do t'i drejtohen kutive të votimit në zgjedhjet e parakohshme. 2 ditë para kësaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmoi se procesi logjistik dhe administrativ po zhvillohet sipas planit të paraparë. Drejtori i Zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike, Besnik Buzhala, tha se janë transportuar të gjitha pajisjet e teknologjisë informative, përfshirë kamerat në vendvotime, kompjuterët, monitorët dhe pajisjet e tjera mbështetëse. Ai gjithashtu thot se raporti vën pa funksionalizimin e 30 qendrave komunale të votimit dhe se ka filluar edhe trajnimi i anëtarëve. Në ditën e mërkurët janë kompletuar pothuajse 30 qendra komunale të numërimit, ndërsa pritet funksionalizimi i 8 të tjerave i cili përfundon sot. Po ashtu ka filluar edhe trajnimi i anëtarëve të ekipeve të numërimit, që si proces është duke vazhduar edhe aktualisht. Buzhala gjithashtu thot se materialet e votimit jashtë Kosovës janë pranuar në gjendje të rregullt. Dje me datën 4 qershor 2026 nga kutia postare KQZ-s po ashtu në Berlin janë tërhequr gjithsej 14.755 zarfe me pletë votime, ndërsa po të njëjtën datë dje me datën 4 qershor 2026 nga kutia postare KQZ-s në Berlin përkatësisht në Zvicër janë tërhequr 15.000 zarfe me pletë votime. E një mesazh kishte edhe kryetari Krishnik Radoniqi, i cili bëri thirrje qytetarëve që të dalin të votojnë që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ftoj të gjithë votuesit që të marrin pjesë në ditën e zgjedhjeve, të votojnë dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm
për organizimin dhe administrimin e këtyre zgjedhjeve, duke siguruar që procesi i votimit të zhvillohet në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ai gjithashtu ju bëri thirrje të gjithë personave të angazhuar në administrimin e zgjedhjeve që të kryen detyrat e tyre me përgjegjësi, profesionalizëm dhe paanshmëri. Po një vendimi KQZ-s nuk mori dritën e gjel për nga një organ tjetër. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka anuluar vendimin e KQZ-s, i cili kishte lejuar votimin me dokumente të skaduara për qytetarët e Kosovës në përfaqësi diplomatike gjatë zgjedhjeve të 7 qershorit. Vendimi erdhi pas ankesës së paraqitur nga Instituti Demokratik i Kosovës, të cilën BZAP e vlerësoi si të bazuar. Sipas panelit, KQZ nuk ka pasur kompetencë ligjore që përmes një vendimi administrativ të lejoj votimin me dokumente identifikimi të skaduara, pasi ligji për zgjedhjet e përgjithshme kërkon qartë paraqitjen e dokumenteve të vlefshme të identifikimit. BZAP theksoi se neni 90 i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme përcakton se votuesit mund të votojnë vetëm nëse paraqesin letër njoftim, pasaport ose patent shoferi të vlefshme. Sipas panelit, vlefshmëria e dokumentit është kusht ligjor dhe nuk mund të zëvendësohet me dokumente me afat të skaduar. E gjatë krejt fushatës, premtimet për reformë të plot në drejtësi munguan. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, partitë politike nëpër programet e tyre qëndrojnë në nivel deklarativ, pa një plan konkret për fushën e drejtësisë. Nga 28 maj filluan zyrtarisht për fushatën e nisën shumë më herët. Gjatë krejt kësaj kohe, partitë politike dhanë premtime të shumta lidhur me atë se çfarë do bëjnë nëse populli i beson me 7 qershor. Por asnjëra nga ato nuk premtoi reformë të plotë në drejtësi, njëftoi Instituti i Kosovës për Drejtësi të premten. Edhe pse të gjitha partitë politike flasin për drejtësinë, efikasitetin dhe luftimin e korrupsionit, asnjëra nuk paraqet një plan të plot reformues që lidhet drejt për drejt me proceset që kanë dominuar debatin gjatë 5 viteve të fundit. Zotimet e partive politike mbeten në nivel deklarativ, ndërsa këto zotime nuk realizohen me deklarata, por me plan konkret dhe me llogari institucionale. Ndërgjetjet më shqetësuese sipas IKD-s është po ashtu se asnjëra nuk adreson pavarësinë e mediave. Në një kohë kur debati për pavarësinë e institucioneve të mediave është bërë gjithnjë e më e rëndësishëm, kjo temë pothuajse mungon në programet politike. Ndërsa Melos Kolshi po ashtu nga IKD-ja tha se fusha ku programet paraqiten më të dobta është transparenca dhe llogaridhënia. 3 nga 4 partitë kryesore ose 3 nga partitë më të mëdha nuk kanë paraqar masa konkrete për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në punën e qeverisë dhe kuvendit. Kolshi shtoi se partitë politike nuk ofrojnë mekanizma të mjaftueshëm për transparencë dhe llogaridhënie. Në ndajnë 2 ditë deri në momentin kur qytetarët do t'ju drejtojnë kutive të votimit për zgjedhjet e 7 qershorit. E për këtë, partitë politike kanë vazhduar edhe sot fushatën. Ndjekim një përmbledhje të aktiviteteve të tyre. Me afrimin e fundit të fushatës, aktivitetet janë shtuar. Partitë politike po vazhdojnë takimet e tubimet me qytetarë, ku në mesin e tyre po shfrytëzohen edhe rrjetet sociale për përcjelljen e mesazheve. Kësaj kryetari i Aleancës Ardian Gjini i bëri thirrje qytetarëve për të votuar, duke u shprehur i bindur se programi i tyre është kreçka i duhet Kosovës. Ju ftoj me dalë me votu Aleancën për shkak se duhet me ditë rrugën për me mri deri ato që i premtojnë. Shumica dërmuese atyre që kanë folur e japin premtimin final, po pa tregu se si do të arrihet deri aty. Ky subjekt politik njoftoi se tubimin për mbyllës do ta mbajtë të shtunë në kryeqytetin e Kosovës, përkatësisht në sheshin George Bush. Derisa aktivitetet i vazhduan edhe nga lëvizja vetëvendosje, të cilët tubimin e radhës me qytetarë do ta mbajnë nga ora 20 në Prizren. Paraprakesh, kandidati për kryeministër Albin Kurti pati një premtim për Skenderaj që e vizitoi gjatë sajtës. Ai tha se do të bëhet diga e Kuqicës në mandatin e ardhshëm. Në Drenaz shkroi se do të ndërtohet poliklinika specialistike si dhe qerdhja e shkolla profesionale në Komoran. Nuk ka të bëjë vetëm me doket, zakonet, me vetdijen kolektive historike.
Gjersa Partia Demokratike e Kosovës veç aktiviteteve në teren vazhdoi edhe në konferenca për media. Kësaj radhe Vlora Çitaku nga kjo parti kritikoi qasjen e ekzekutivit të deri tanishëm për projektet energjetike. Fatkeqësisht për vite me radhë, lëvizja vetëvendosje ka sabotuar aktivisht, ndonjëherë edhe dhunshëm, çdo projekt i cili do t'i garantonte Kosovës pavarësi energjetike. E sot po i shohim rezultatet e kësaj politike. Kosova po e paguan energjinë më shtrenjtë se kur më parë. Nga ky subjekt politik gjatë ditës ishin në Podujev, derisa një tubim e organizuar në mbrëmje edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut, që filloi në ora 19 këtë të premte. Lidhja Demokratike e Kosovës një ditë më parë ishin në Llap, Vushtria o Bileq, tubimin për mbyllës do ta kenë në Prishtinë pas pak minutash. E kandidati këtij subjekti politik për kryeministër, Lumir Abdigjiku, veç vizitave në qytete të ndryshme, e ndau edhe një video në rrjetet sociale me disa detaje nga preferencat e tij personale rreth muzikës e historisë. Me Mithat Froshin, një prej djathtëve të parë. Skip. Kështu shkretu. Dita e sotme është edhe afati i fundit kur studentët dhe punëtorët e sektorit privat mund të aplikojnë për shtesat prej 100 eurove, derisa nuk dihet se kur do të bëhet ekzekutimi i kësaj shifre për këto kategori, dikush beson se do të dalim para ditës së zgjedhjeve. Prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Vetëm 2 ditë në ndojnë nga e djeta zgjedhore. E pikërisht 2 ditë para tyre mbaron edhe afati për aplikimin e shtesave. Studentët dhe punëtorët e sektorit privat kanë mbetur të fundit si kategori që do të përfitojnë nga 100 euro të pakës 2.0, por ato nuk i konsiderojnë të larta. Interesosh që po moj shumë i mërë të doa, vëri se nuk i kom magarit kurtojnë. Studentët që i përkasin të 2 kategorive do të përfitojnë vetëm njërën nga shtesat. Mos po bëhet shumë dyja, apo merr menja që një është ballë. Se dyja edhe se ky djalë jam ka ime punu. Por kjo shtesë nuk duke se do ju ndihmoj shumë atyre. Profesori universitar i ekonomisë Shkumbet Misini thotë se ka alternativa për të ju ndihmuar atyre. Studentët më mirë i kish ndihmu në qoftë se kishin bën një fond që nëpërmjet atij fondi të zgjedhin student më të mirë dhe të kanë projekte adekuate për me hap ndonjë biznes, për me zhvillu qatë biznes të cilën është ekzistues dhe me rrit numrin e punësimeve. Afati mbyllet këtë premte, por se kur ekzekutohen nuk dihet. Analisja Fërzita Madiqi thotë se nuk ka shpresë të dalin para të dietës. Duhet mi marr ato dona, mi shiku, mi përpunu dhe pastaj me ju qitë parët në konton e ty në shtu që në shatë pa mundur të bëhet një gjë e tillë para të dielës. Por kandidatja për deputete nga PDK Ganimete Musliu beson se ato mund të dalin para të dietës si pasojë për arsye elektorale. Mund edhe nesër më shpërnda, sepse mas nesër ka zgjedhje në Kosovë. Televizioni ka kërkuar një përgjigje edhe nga Ministria e Financave për këtë çështje, mirë po këta u përgjigjen se detaje mund të japin vetëm pas përfundimit zyrtar të aplikimit. Si çdo vit, edhe kësaj radhe është mbajtur në Prishtinë parada e krenarisë, me motën Barazi ose Revolt, pjesëtar dhe mbështetës të komunitetit LGBT marshuan nëpër sheshet kryesore të kryeqytetit. Pjesëmarrësit mbanin flamuj shumë ngjyrësh dhe pankarta me mesazhe që bënin thirrje për barazi, respektim të drejtave dhe trajtim të dinjitetshëm për komunitetin në Kosovë. Në parad morën pjesë edhe ambasador të huaj të akredituar në Kosovë, ndërsa për dallim nga vitet e kaluara nuk u pan përfaqësues institucional të vendit, përfshirë kryeministrin në detyrë Albin Kurtin. Flasim tani për një problem në Pallatin e Drejtësisë. Në objektin e gjykatës themelore në Prishtinë, një defekt në gypat e ujit shkaktoi telashe për institucionin. Këta thanë se problemi u sanua, mirë po sindikata e punëtorëve thonë se kanë shumë shqetësime rreth kushteve të punës. Kjo hyrje nuk është e shfrytzueshme. Për këtë po detyrohet të përdor një derë tjetër për t'u qasur objektet. Kjo pasi në objektin A1 të gjykatës themelore në Prishtinë tavani ra në tokë.
Derisa vendi po pastrohej, puna brenda gjykatës po vazhdonte. Ani pse plafoja ra në afërsi të derës, në ato momente nuk pati lëvizje të qytetarëve e as të stafit. Këto informacione televizionit i ia dhan punëtorët. Sipas gjykatës themelore në Prishtinë, kjo ndodhi për shkak të një defekti teknik në sistemin e ujësjellësit. E thonë se pas intervenimit të së premtës, gjithçka ju kthye normalitetit. Ju njoftojmë se në objektin e Pallatit të Drejtësisë të Prishtinë, ku është e vendosur gjykata themelore, ka ndodhur një defekt teknik në sistemin e ujësjellësit. Si pasojë e shpërthimit të një gypi të ujit, defekti është sanuar menjëherë nga ekipi teknik përgjegjës, ndërsa rrjedhja e ujit është ndaluar me kohë dhe situata në objekt është normalizuar plotësisht. Kësaj radhe kjo çështje u zgjedh, por problemet vazhdojnë për punonjësit e këtij pallati. Ashensorët e sistemi i ajrosjes nuk funksionojnë tash e sa kohë. Sipas punëtorëve, gypat e ujit janë të vjetruar dhe nuk është hera e parë që ndodhin prishje të tilla. Fatmirësisht nga ky rast nuk ka pasur persona të lënduar dhe as dëme materiale të konsiderueshme. Sa i përket kushteve të përgjithshme në Pallatin e Drejtësisë, tash një kohë të gjatë sistemi i klimatizimit nuk është funksional në të gjithë objektin. Edhe pse kemi pasur premtime se problemi do të zgjidhet, deri më tani nuk është ndërmarrë ndonjë veprim konkret. Po ashtu vazhdojmë të përballemi me probleme të shpeshta me ashensorët, të cilët nuk funksionojnë siç duhet dhe shpesh dalin jashtë përdorimit. Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga institucionet qendrore rreth rinovimit të mundshëm, por nuk u përgjigjen këtë premte. E ministrja në detyrë Mimoza Kusari Lila ka prezantuar 2 vendime të reja ndaj Serbisë që kanë të bëjnë me vendosjen e masave anti-dumping për importin e farës së grurit dhe kufizimin sasior për importin e aluminit dhe artikujve prej tij. Ndjekim një deklaratë nga konferenca e saj për media. Për t'ju informuar juve dhe qytetarët e Republikës së Kosovës lidhur me 2 vendime të rëndësishme që kemi marrë ndaj Serbisë, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen e bizneseve vendore nga praktikat e padrejta tregtare. Të dyja këto vendime janë të bazuara në analiza statistikore dhe janë në përputhje të plot me legjislacionin në fuqi. Me datën 4 qershor 2026, pra ditën e djeshme, ka marrë vendim për fillimin e hetimit zyrtar lidhur me importin e farës së grurit me origjinë nga Serbia. Ky vendim është rezultat i një ankese të paraqitur nga kompani prodhuese vendore të farës së grurit, të cilat kanë ngritur dyshime se fara e grurit e importuar nga Serbia po shitet me çmime dumping, duke dëmtuar prodhimin vendor. E ministri tjetër në detyrë Dimal Basha doli në terren për përurimin e rrugës Sofali Kolovic, duke thënë se ekzekutivi në detyrë e financoi 60% të projektit. Një rrugë e re që lidh Sofalin me Kolovicën. Vetëm shirit të qarkullues është 6 metra, ka trotore në të 2 anët e rrugës, 1.5 metra njëra anë, 2 metra në anën tjetër. Gjithashtu kemi shtigjet e bicikletës që është gjithashtu 2 metra, një rrugë që është investu 2.5 milion euro, 1 milion euro e gjys nga Ministria e Infrastrukturës, pro nga Qeveria Kurti. Me fjalë tjera, 60% e vlerës së këtij projekti është financuar nga Qeveria Kurti dhe po besoj që ne do të vazhdojmë të investojmë çdo komunë tjetër, po njëkohësisht edhe në Prishtinë, për shkak se ne shohim Prishtinën si pjesë apo qytet si çdo komunë tjetër. Prandaj investimet tona po bëhen në të gjitha komunat pa marrë parasysh se kush qeverisë aty. E Instituti GAP ka publikuar të dhëna lidhur me të hyrat e komunave nga tatimi në prunë, duke bërë të ditur se këto të ardhura kanë shënuar rritje të ndjeshme në vitin 2025, krahasuar me vitin paraprak. Sipas GAP-it, të hyrat totale të komunave nga tatimi në prunë janë rritur për 19% në vitin 2025 në krahasim me një vit më parë, duke arritur në 39.1 milion euro. Të hyrat totale të komunave nga tatimi në prunë janë rritur për 19% në vitin 2025, thuhet në postimin e publikuar nga Instituti GAP. Në njoftim thuhet se krahasuar me vitin 2024, komunat me rritjen më të madhe përqindrore të hyrave nga tatimi në prunë gjatë vitit 2025 kanë qenë Podujeva, Suhareka, Vitia, Istogu dhe Gjilani. Këtu po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.